Partia Demokratike kundërshtoi sërish pretendimet e kreut të KQZ-s Ilirian Celibashi se procesi i votimit të diasporës ishte model. Zëdhënësi antikorrupsionit Genta Vajgjeli denoncoi se zarfet me fletët e votimit u tërhoqën dhe dorëzuan në magazina ku shiteshin cigare. Ky rasti i përket Greqisë. Kreu i KQZ, zoti Ilirian Celibashi, u prononcua pa asnjë lloj droje se procesi i votimit nga jashtë është zhvilluar në mënyrë model. Dhe shpërndarja e zarfeve në shtetin grek nuk cënoi procesin për mënyrën si u organizua, si dhe për integritetin e tij. Zbatimi i kontratës së lidhur ndërmjet KQZ dhe DHL kërkon zbatimin e kushteve tërësisht të ndryshme nga sa paraqitet në pamjet vijuese. Fotot që po ndiqnin në ekran kanë bërritur në adresën tonë nga qytetarë që jetojnë në Greqi dhe votuan në këtë vend, të cilët deklarojnë se tërhoqën dhe dorëzuan zarfet me fletët e votimit në magazina ku shiten cigare e jo vetëm. Ky ishte procesi model sipas zotit Celibashi, ku adresat e qytetarëve janë nëpër tabakino dhe zarfet tërhiqen e dorëzohen në të njëjtat ambiente. Sipas PD-s, Celibashi duhet të ketë dieni se përgjegjësia e KQZ-s fillon me procedurën e prokurimit, zbatimin e saj dhe implementimin, duke akuzuar këtë institucion për shkelje në lidhje me procedurën e votimit të diasporës.